Kjo bimë ka vetime të vërtet të panumërta. Është një tonike e hidhur, fal atyre përbërësve që unë i përmenda më sipër, është një tretëse e mirë e yndyrnave, është pastruese, kolagoge e mrekullueshme dhe ndihmon në jashtëqitjen. Pra, është një ndër bimët që duhet të zërë vend në grupin atyre bime që janë laksative. Ka një veprim të shkëlqyer diuretik dhe koleretik, për faktin se ne përmendëm që këtu lart kjo kishte edhe flavonoide, por edhe atë vitaminën K. Është një tonifikues jo vetëm i punës së stomakut, por i gjithë sistemit të tretjes dhe jo vetëm ndihmon tretjen, por përmirëson shumë mirë edhe oreksin. Pra tek ata fëmijë që janë anemik, lule radhiqja mund të përdoret, edhe thjesht si një sallatë që mund ta marrim kështu për shembull, ta lajmë, ta pastrojmë, për shembull 7-8 gjethe, i pastrojmë, i përzijmë ndoshta edhe me ndonjë lakër tjetër, i hedhim vajin e ullirit dhe ndoshta pak limon dhe hahet si sallatë jeshile. Mundet që të përdoret edhe si lakra të zjera. Këshillohet veçanërisht në trajtimet e mëlçisë që është kryesorja dhe shumë e rëndësishme, në trajtimin e verdhezës të hepatitit A, hepatitit B, në rastet e një dhiamosje të mëlçisë dhe në rastet e cerozës hepatike. Është një ndër bimët që i bën detoks më të mirë trupit. Si një bimë antireumatizmale dhe artritit, kjo na ndihmon në këtë mënyrë, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe duke hequr, si thuaç, inflamacionin në ato zona ku qarkullimi i gjakut si pasojë e dëmtimeve dhe inflamacioneve është i vështirësuar. Në të gjitha rastet, qoftë ato të mëlçisë, qoftë të stimulimit të tretjes, qoftë të një dhiamosje të mëlçisë, ose për sëmundje të tjera të brendshme, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim afërsisht 0,5 litra ujë, pra 2 gota çaj, dhe hedhim në të afërsisht 1 dorë me gjethe të lules së radhiqes. Për shembull, 1 dorë mund të themi të gjitha këto bimët, neve mund t'i hedhim shumë mirë në gjys litre çaj. Nëse kjo do t'jetë e tharë dhe e bluar, atëherë neve hedhim 2 lugë gjelle nga bimët, e kullojmë dhe ky çaj pihet gjatë ditës. Nëse do të marrim rrënjët e radhiqes, kjo tamam si ajo rrënja e jetës, pra po ta shikojmë, kështu, njëra kurse tjetra është më e zhvilluar, në përgjithësi radhiqja dhe të gjitha bimët që mbillen me fara, po kjo mbil vetë pa u trajtuar nga njeriu, ato janë të sistemit boshtor, pra një maj i ikën një konus poshtë, i cili çan ato shtresat e tokës dhe mandej zhvillohen dhe gëzimet e tjera që janë të pajisura dhe me shumë qime thithse. Por ndodh edhe kështu. Pra këto janë raste të veçanta që na tregon se, shiko, kjo është një ndër bimët që qëndron e ngulur fort me këmbët në tokë. Si do ta përgatisim çajin? Nëse gjethet do t'i zijeni 2 minuta, gati sa një përvles, dhe i lëm 15 minuta i tëftohen gjethet së bashku me çajin, në rastin e rrënjve mund të veprojmë kështu. I marrim një herë, i grim ose i coptojmë kështu, i hedhim në 1 gjysmë litër ujë afërsisht 1 lugë gjelle me rrënjat. Dhe e lëm të vloj 4 deri në 5 minuta. Pasi kullohet, ky çaj pihet gjatë ditës. Mbi hemoroidet që vendoset këto pjesët e gjetheve, mundet të themi që nëse do ta kemi të bluar si të imët këtë rrënjën, të mjellëzuar. Ndërsa për ksanthelazmën, që është akumulimi i kolesterolit mbi qerpikt, mbi kapakët e sipërm të syrit, pra duket si një formacion dhiamor mbi kapakun e syrit, mund të veprojmë në këtë mënyrë. Marrim rrënjat e njoma të radhiqes, brendësitë të cilës vëmë re që është një drunjëzim i rrënjës, ndërsa pjesa tjetër është si një qumshtor shumë i bardhë dhe i zbutur. E shtypim këtë, e pastrojmë mirë, nga këto qime thithse, e shtypim, e bëjmë si një brumë, dhe mandej këtë copë të rrënjës e shtyp dhe e vendosim mbi atë pjesën dhiamore që është mbi kapakun e syrit. Kjo afërsisht lihet aty 10-15 minuta, maksimumi deri në 20 minuta. Dhe do të vëmë re që kjo si depozitim dhiamor me pak e nga pak
fillon që të shkrihet, të zhduket. Ose do të këputet dhe pa lënë asnjë shenjë mbi pjesën e epidermës së lëkurës.